Sot për shembull të ndërlozë. Nëse një musliman, një motër muslimane, për shembull, menon më mbulu, mi po ka pengesa të shkollimit, të punësimit e kështu me radhë. Edhe kjo është një pengesë, s'po them a është e pranuar fetarisht apo jo, po realisht është, ekziston si pengesë. Sa tepër na punojmë tash, pagujmë na kosto, që ajo me pas ma letë mbulesën në shkollimin e saj, në punësimin e saj, ne e hapim atje për shtegun e hyrjes në fenë Allahu. Sa më tepër na bëjmë shembull i suksesit. Sa njerëz për shembull ka njerëz që ka dilemë me një fesë kjo fetë mrapa. Ai nuk ka ashtot. Ai s'e ka kuptuar çka është vetë përpara, po tash njerëzit nuk bindën njëjtë. Sa më tepër na punojmë edhe në kuptimin e besimit e adhurimit, kjo është domosdoshmërisht. Nëse kjo është baza e ndërtimit, kjo është baza e përhapjes, sikur se ka pas sahabët. Mirë, po punojmë edhe mbi këtë me i lehtësu punët e dunjos, që me pas sa më të shkollum, sa më të avancum, sa më ekonomikisht mirë që qëndrojnë muslimat, kjo a lehtëson hyrjen fe apo komplikon? Ja, lehtëson kjo. E lehtëson, se do të përshë, Allahu ju ka nimu. Ma letë pastaj merr shembull, kur i thush dikuj qëre kë, pa haram që çka u bo, që kjo edhe mlume ku ka rrit, që kjo edhe pse i fal 5 vakte ku ka mri, ki dëshmitar e prekshëm që ai ishe, e pamja pastaj inkurajon. Kështu që duhet të punojmë edhe, jo veç ti me koni udhëzum, po edhe me lehtësu rrugtimin e udhëzimit dikujt, duke largu çdo dilemë që mund ta ketë rinia kohës tonë, mund ta kenë familjet tona, mund ta kenë shoqëria jonë, kanë dilema. Lehtësimi i udhëzimit duke largu dilemat e barierat është pjesë e ndihmës dhe fesë Allah xhallahu ala që Allahu te barekuta e ka përmend këtë në surën An-Nasr.